e tyre, nëse do duhet jenë në anën e qytetarëve apo në anën e oligarkëve. Unë e di që qeveria është faktuar tashmë që është në anën e oligarkëve, jo në anën e qytetarëve. Po unë kam besim edhe shpresë që një pjesë prej kolegëve të majorancës, pakic për fat keq, unë mendoj që janë në interes të qytetarëve, do duhet ngrihen në lartësinë e interesit të qytetarëve. Dhe jo të votojnë ligje pa transparencë, pa i dhënë mundësi për të shqyrtuar, pa sjellë të dhënë atë kush janë përfituesit, pa sjellë detyrimet që i shuhen secilit prej bizneseve, dhe të bëjmë transparencë për qytetarët shqiptarë. Dhe në përfundim, zoti Peleshi, besoj që nga sot, kuvendi i Shqipërisë është kuvendi i dyshes tunelit Llogaras, 50 milion euro, mezi po presim njërin prej tyre të vidhet na prezantoj buxhetin e vrimës së Llogaras. Faleminderit. Nga grupi parlamentari i Partisë Socialiste, zoti Balla. Nuk kemi asnjë minutë për të humbur më, për të shkuar në pikën tjetër rendi ditës ku do prezantohet buxheti. Përgjigjes së pyetjes se kush përfiton nga buxheti, i them që janë 670.000 pensionistë që përfitojnë rritjen më të madhe në histori. Janë punojësit e administratës së shtetit, të cilët do të marrin rritjen e pagës, janë të gjithë punojësit në sektorin privat që do të marrin pagën minimale 500 euro. Ju jeni kundër të gjitha këtyre dhe prandaj po bëni filibustering këtu për të avonuar procedurat parlamentare. Zoti kryetar, kalojmë votim. Faleminderit. Atëherë kalojmë votimin e programit dhe të projekt kalendarit. Votimi do të jetë i hapur me kartona. Kush është pro? Pro? Kundër? Abstenim? Miratohet programi dhe kalendari punimeve të kuvendit periudhën 1 deri 19 dhjetor 2025. Vijojmë me njoftimet në rendin e ditës konferencës kryetarëve të datës 18/11/2025, si ishte edhe shqyrtimi i kërkesës me numër 3526 protokollit datë 14/11/2025, mocion për zhvillimin e debatit për masat e marrë nga qeveria për luftën me tolerancë zero ndaj krimit organizuar, depozituar nga një grup deputetësh grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Në konferencën e kryetarëve u arrit mirëkuptim për zhvillimin e mocionit me debat për masat e marrë nga qeveria për luftën me tolerancë zero ndaj krimit organizuar, dhe u vendos që mocioni zhvillohet në seancë plenare datës 18 dhjetor 2025. Koha e debatit në 120 minuta e ndarë në mënyrë përpjesëtimore midis grupeve parlamentare. Para se të vijojmë me rendin e ditës, zoti Noka ka kërkuar fjalën procedurë, ju lutem përmbajuni procedurës.